Përshëndetje miq, që ju uroj muaj të mbar të gjithëve. Sot kam përgatitur këtë torta e gjyshes quhet tu, doli vërtet fantastike. Me një brumatrice 250 gram gjalp, një kokë rrëvez, një të verë dhveze, 140 gram sheqer, lëkurën e një limoni, një maj krip, 2 lugë kafe e frysë për mëlsira dhe 500 gram miell 00. E rraf me brumatrice, e vendosim sipër tavolinës së spërkatur me miell. I japim formën brumit, e vendosim një letër transparente dhe vendosim në frigorifer për 30 minuta. Mbas 30 minutash e ndajmë brumin në 2 pjesë, e vendosim një pjesë në letër furre dhe e hapim me oklaj. Letra duhet jetë pak e spërkatur me miell. Mbas e kemi hapur petën, e kemi vendosur në një tepsi 28 cm për diametër të lyer me gjarp të spërkatur me miell. Shtojmë kremin, recetën e kremit do t'u postojmë më vonë. Vendosim petën tjetër sipër, procesi petës njësoj si çapëm petën e parë, i mbyllim mirë anët, e lyejmë me pak qumësh dhe e vendosim fistek pinoli që quhen këtu. E fusim në furrë me 180 gradë për 35-40 minuta. Ky është rezultati, spërkatim pak me sheqer plur. Dhe kur thot Eli që tash me sy doli vërtet fantastike. Provojni, mund ta shoqëroni edhe me akullore, ne e shoqëron me tim shoq me spumante, na pëlqeu shumë. Ju përshëndes, ciao ciao.